të dalësh do ditë, të thuash, si bën Batoni, të dalësh do ditë thuash, ikën Amerikanët, s'ka më Amerikanë, do të reqin përfaqësuesit ambasadës amerikane se nuk janë të kënaqur. Është gru shteti nga anë e prokurorëve. Prokurorët dhe gjykatësit janë po bëjnë republikën e tyre kundër padrejtësisht kundër politikanëve që këtu janë të pulluar. Po për të tje thua, se s'po dhe të tje thua. Kur e përfundon... Do i nxjerrim. Ti the ikën Amerikanë, se tashun. Ti çdo ditë bën nga një shkrim kundër Spakut, kundër drejtësisë në mbrojtje të korruptorit. Tani këto janë fakte, qëndroj. A je në rregull? Këto janë fakte. Se me që kush është politikan është populist, kurse ti që i qënge gazetar dhe analist, ti që me të vërtetë. Cila është e vërteta? Cila është e vërteta? Është e vërteta apo s'është e vërtet që Shqipëria është një vend më të korruptuar në Europë? Është e vërteta apo s'është e vërtet që kësi vjet korrupsioni në Shqipëri, perceptimi i korrupsionit kuptohet, është rritur? Si pas Transparency International. Është e vërtet apo jo? Është e vërtet apo s'është e vërtet? Më falni sekondë, që ka përgjime ku dalin se si ndajnë tenderat dhe me porosit e Tiranës. Janë fakte. Është e vërtet apo s'është e vërtet që gjithë ndërkombëtarët, të cilët ne shohim si model, se vinë nga perëndimi, sepse ne mendojmë që ata dinë kur flasim për drejtësi, se ka një përvoj, ku shemi ne ti mësojmë atyre drejtësin, se si do të funksionit drejtësia? Ku shemi ne? Si vim ne dhe i themi japi mënd tani? Yli, na të rego kur... Nëse ne kemi sa do pak drejtësi, nëse më në fund të korruptuarit, po dalim para drejtësisë, dhe ka sa do pak shpres në fund tunelit, është fal atyre ndërkombëtarëve që kanë ardhur këtu, dhe detyrojnë Edi Ramën ta qepi. Ja, do jemi okej, po ti këtë do bësh dhe mirë bënë se politikanë të punë bëjnë. Po pse gazetarët qa bëjnë? Jo. Nuk bëjnë të? Jo, ne bëjmë një tjetër. Qa bëjnë, mësoj? Kemi një etikë të ndryshme, unë ta kam thënë. Po, mësoj. Unë, etika ime është etika jo përgjegjësi. Ti e përgjegjës para ati që flet dhe kërkon votën e ati. Unë jo. Ti qa kërkon? Mua vetëm po shkrepi, po si pëlqeva, mbyll butonin dhe me po ti edhe ti kërkon të një gjë? Jo. Jo s'kërkoj votë. Po s'kërkon votë, kërkon që të ndjeki. Dhe të më ndjek, po s'më ndoj që kur mos më ndjek. Tani po të temi një gjë kur mos të ndjek ti? Kemi etika të ndryshme. Unë është e thjesht, kjo e di gjithë bota. Kemi etika të krejtë të ndryshme. Dhe zotëria që kam unë në krah, të tha... Procesi llogaridhënies është ndryshme. Po nuk është fyerje kjo, Agron. Jo një më të mirë se unë se jam politik. Jo, jemi barabartë të mirë. Po cili është? Por, kemi etika të ndryshme sepse kryejmë role të ndryshme. Ulli, ti e shumë i qartë kur do. Ti a shpjegojmë qytetarëve qartë në ma shpjegojmë. Shpjegojmë, po unë kam gjatë të tjera, më të më dha nga këto i këto. Ti do të thuash, më shkruaj nga Londra. Ju që s'kërkoni votën, jeni më të mirë se unë që kërkoj votën. Jo. E di që më shkruaj nga Londra. Po. Ikin për arsye, jo kemi falur dhe atë, thot i thot e Groni. Po ikin për arsye, thot, se s'ka shkolla. E di ti që se ke ngritur stadioj as një rëzerin, që këtu ka fakultete, shkolla, universitete, po të rajo tani dreqin, ngrije atë tani. S'ke shkolla. Dhe njerëzit marrin diploma falso i futin gjep. Ky është një krim që duhet të shkoj në Hagë, të lirohet Thaçi dhe të merret Sali Berisha dhe ky tjetri deri tani dhe të çohet në Hagë. Sepse ka krijuar universitete. Kjo nuk është pasojë e pjesës së shtetit. E korrupsionit politik. E korrupsionit politik. Politik, po. Dhe nga korrupsioni politik vinë gjitha korrupsionet e tjera. Dhe ma shkruan njerëzit, ma shkruan njeriu. Për këtë po flasim. Më thot qartësisht të gjë. Tani i dashur Agron. Ne bëjmë punë të ndryshme, nuk vjet në dyshim morali këtu dhe nderi. I njëjtë apo tjetrit. Puna tënde është puna tënde, puna ime është puna ime. Batoni ta than fillim, unë tha ti mund t'i flasësh në kamerës se ke interesa tjera, ke interesa politike. Po se Batoni s'ka interesat e ti? Politika? Nuk ka. Po jo, si kam. Po të gjesh Batoni, më duke se Batoni kam shumë interesa se unë. Po mirë thuaja, ja thuaj se dhja përgjigje. Ishte qartë, sepse duhet të kesh një interes shumë të madh për të tani më fal të them Baton, po si del ti në mbrojtje të korruptuarve nuk del askush. Dhe nëse ti, ose unë nuk besoj se ti nuk e kupton, ti e kupton shumë mirë, por nëse ti merr përsipër të mbrosh të korruptuarit, do ta bësh vetëm për një arsye shumë të madhe, duhet të kesh një vetëm një sen. Po ta tërheqi vërejtën, unë nuk du t'i lëndoj as t'i ofendoj njerëzit në studio. Po shikoja veten pasqyrë. Ti nuk mundesh me më gjetë në asnjë moment korruptiv në jetën time profesionale. Mendimin tem nëse e qunë korruptiv, atëherë ke të bëjsh me shijen e të lexuarit. Edhe është çështje jotje. Po unë muj me të këqyrë në sy ty edhe me të thanë sa herë du që e i korruptum, për dallim prej meje.
E kuptove? Ti mund të më thuash Po. Po pse jam i korruptor? Po se jam i korruptor në baton? Le, nuk thash, le, ti mu nuk mundesh asnjëherë. Jo, më thuaj... Për kaq vite, për kaq vite. O baton, unë mund të them që ç'ke me të se jam bërë publike Ma thuj, hajde thuj. Mos u fund detaje. Jo, detaje, këtu jam unë. O baton. Këtu jam unë. Mos u fund. Unë bëj jetën publike. O detaje sa dush. Baton, dëgjoj, e di kush problemi i këtij vendi baton, që njerëzit si puna jote mendojnë se ata që na ndjekin janë budallënj. Kupton, dhe ti mund t'i gënjesh, edhe ata bashk mund t'i gënjeni si ju do qefi. Unë bëj jetë publike që 35 vjetë. Mendon ti dhe bashkë me ata që ti... Leti që mendoj, mos mu bë populist. Kur të folsh për mu, ke kujdes. Se pastaj, unë nuk polemizoj me njerëzit për gabimet që i bojnë rrugës. Por shikoje vetën pasqyrë. Ka që mu i me thonë. Shikoje vetën pasqyrë. Unë shikoj me knatësi jetën ti. Mos jemi të personalizim. Thash, shikoje vetën pasqyrë. Unë shikoj me knatësi. Me mendimin. Njerëzit mund të gjykojnë, o baton. Pari dush me pas shijet ledzuarit, për me folë se kjo shkrim është kështu apo kështu. Mendimi im, shkrimi është shkrimi im, ti mundesh mus mu pajtu, po ti nuk mundesh me thonë me folë për korrupsionin. Korrupsion është tjetër terminologji. O nuk e din qa është ajo, o ke problem me... Baton, është fakt si qëndrimet e tua janë në mbrojtje të korruptuarve, ose të akuzuarve për korrupsion, kjo është fakt. Cili? Të gjitha. Cile? Të gjitha që... More mos më thuj të gjitha, ma thuj një fjali. Hape, ku e ki telefonin, hape telefonin. Sa po the tani? Sa po the tani? Republike prokurorve, që... Tja s'kupton që kom thonë me gjas. Mirë, ti, o baton, po ti gjenia këtu brënda, ne rruguptojmë. Politikanë. Ne, mu s'pasu me ty politikanë. Se ju e thasë që politikanë... Republika e prokurorve. Qka thash për Republika? Te kalimi i kompetencë. Qa thash për Republikën e prokurorve? Pezullimi... More mos fol fjali, ma thuj kuptimin e tyne, ma thuj kuptimin. Ku thashën e Republika e prokurorve? Në qëfar konteksti thash? Ti e ke nëzirë të fjallë o... Po unë e kom nëzirë në publik. Sepse, po kjo është e vetëmja, në publik po. Po, unë i pare kom nëzirë Republikën e prokurorve. Qikosh që a thua ti, është si të kesh manualin e analistit perfekt që përcjell mesazhet e qeverisë të korruptuarve o baton tani. Qa po thua? Po shte kupton edhe një fëmi. Shiko, fatë të më dishka, me gjithë... Jo, po, kjo e tina. Po jo, o baton, unë e ka me fenomenin, o baton, nuk e ka me ty. Nuk e ka me ty, o baton, më beso, nuk e ka me ty. Ashtu si unë nuk e kam, o baton, unë nuk e kam as me Diramën, ti më keq kupton. Unë nuk e kam as me Diramën, as me ty, unë e kam me fenomenin. Unë e kam me fenomenin me pandëshkueshmëri në këtë vënd, ku njerëzit janë detyruar të ikin. Ti mendon se unë po e thua, po e them për populizëm. Unë them diçka që e besoj, sepse i shoh për ditë. Ti nuk e shikon këtë gjë. Ti shikon te kalimin e kompetencave. Ti shikon shkeljen e drejtave të njeriu të akuzuarve për korrupsion që janë në përburgje. Po burgjet e Shqipërisë janë plot me njerëz në paraburgim o baton. Ka 35 vjet. Tani unë shqetësove ti? Unë kam një sqarim profesional e para. Se qëfar qëndrimi kam unë me editorial, e kam emrin mbi emrin. Albanian Post, kur shkel parimin, e shkel mbi lajmin, mbi reportajin, edhe mbi ngjarjen. Nëse ky institucion nuk e vendos lajmin me gjitha burimet, atëherë këtë bëjsh me mu. Po se qka shkruaj unë në editorial është çështja e bindjeve të mia. Dhe kjo mënyrë të bërit gazetari është këtu e në Australi një lloj. Kjo është sa i përket profesionit, sa i përket spakut. Që nga dita, që nga viti 2020, 2018, i vetmi, duke pas përvojën regionale, se shpesher Shqipëria jeton veç me botën e vetë. Ka pak, shumë pak individ që dalin jashtë Shqipërisë. Mu imi numëru në gishta. Duke pas përvojën regionale, kam besu se një gjykat speciale e ndryshon gjendjen dhe pandeshkueshmërinë. Jam i vetmi që e kom nisë këtë betej. A di kur e kom shkruar Republika Prokurorve? Kur ata, nga guximi që kanë marrë në fillim dhe nga përpraja që kanë marrë, kanë bë gabime serioze rrugës, që tash po duhet me u marrë me ta për shkak këtyre gabimeve. Nuk ka njeri që ka përkra spakun ma shumë së unë. Publikisht, në studio, me shkrime, 6 vjetë, 5 vjetë e gjysë. Dhe une nuk kam përkra asi njeri
i cili është i korruptum. Tash, çka është korrupcioni brenda qeverisë? Edhe pse vendet perëndimore dallojnë ose kanë dalluar deri më sot nga Shqipëria, për arsye se vendet perëndimore kanë korrupcion shumë më të lartë se Shqipëria. Shumë më të lartë, ekstremisht më të lartë. A di ku është problemi i vendeve perëndimore që dallon nga Shqipëria? Se kanë drejtësi që e rregullon këtë punë. Se ti korrupsionin s'mund të nal as në Amerikë, as në Gjermani, as në Austri, as në Australi. Dhe janë po këtu vende, po ajo Merkel që ka thonë që ky vendi jam është i shejt, ka bashkëpunuar me Putinin. Ti ikim nga këtu sepse nuk është kjo tema. Dhe me tregu. Dhe te ikurit, në fund që desha me ta thotë, te ikurit. Jo, vëzë të prak. Unë kam thënë një temë, jo. Jo, te ikurit. Fjalia fundit. Po se ndale ato, a i tha të gjitha gjërat. Te ikurit. Shqipëria në Ballkan është vendi i 4 me numra të ikjes e popullsisë. Dhe me thonë, e ki Bullgarin, e ki Rumanin, e ki Kroacin, veç Slovenia është ma poshtë se sa Shqipëria. Nëse mund të quhet Slovenia vend Ballkan. E fillojmë pikërisht nga relativizimi i kësaj. S'pe relativizoj është ajo që ka ndodhur në Shqipëri me ikën e ekonomisë. Një sekondë tani ta. Në qoftë se ne vazhdojmë. Një sekondë tani. Bisedojmë një gjë krejt tjetër nga tema që un kam hedhur. Nëse ne llogarisim në raport me popullsinë, Shqipëria është vendi, po s'mund krahasosh ti ikjen nga Rumania apo nga Bullgaria ku kanë 10 herë më shumë banorë se Shqipëria, thua që jo pandej kanë ikur më shumë se nga Shqipëria, se do ta raportojmë në raport me popullsinë, shmenduri.